Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Valbona e haron Laertin, merr buqet me lule nga I dashuri I ri. Valbona Mhilli prej disa vitesh është pjesë e botës së televizionit dhe së fundmi është kthyer sërish në vëmendje. Pjesëmarrja e saj në shtëpinë e famshme e bëri Valbonën të njohur kudo ku ka shqiptar. Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme, Valbona krijoi mjaft dinamika dhe më e njohura mbetet marrëdhënia me Laert Vasilin. Dhe me saj dhe Laertit ka marrë fund çdo gjë, prandaj Valbona ka pranuar një buqet lulesh të mrekullueshme nga djali I ri I cili pretendohet të jetë I dashuri I saj.